Gjykimi për rezervat shtetërore ku akuzohet për korrupsion edhe ministrja e tregtisë Rozeta Hajdari pritet të mbahet i mbyllur. Avokatët kanë shprehur frikën se mund të ndiqen penalisht nëse i marrin shkresat e klasifikuara nga prokuroria speciale. Gjyqtari Avni Sylla tregoi arsyet pse mori vendimin për ta mbyllur seancën. Në rastin konkret, në rritjen e konfidencialitetit dhe informacionit që do të rrezikohet nga publiku, si dhe mbrojtjet e dëshmitarit në këtë çështje. Avokati Fejim Malaj që mbron zëvendës sekretarin e Ministrisë Irfan Lipovicën ka argumentuar se i ka quar kërkesë dhe pyetje Agjencisë për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar dhe ajo i ka kthyer përgjigje se nuk mund t'ia autorizojë qasjen, me që atë mund t'a jap vetëm institucioni që i ka klasifikuar të dhënat apo Ministria e Tregtisë që udhëhiqet nga Ministrja Hajdari. Gjykatës i propozoi që ta obligoj prokurorin speciale, me qenë që është organi i akuzës, të klasifikim të dosjes së rezervave shtetërore e më pas të vendos se a do të mbahen të hapura apo të mbyllura seanca. Avokati i ministres Hajdari Florent Latifaj tha se nuk kanë të drejtë as t'i prekin dokumentet e klasifikuara që po përdoren kundër të mbrojturve të tyre. Nuk kemi as t'i drejtë se as t'i shohim, as t'i prekim ato dokumente. Me të dalë nga seanca, mbrojtësi i biznesmenit të akuzuarit Van Muharremi tha se gjykata i ka udhëzuar t'i paraqesin kundërshtimet e tyre për akt akuzën dhe provat brenda 30 ditësh. Por ministrja në detyrë Rozeta Hajdari tha se ndjen veten të pafajshme dhe u shpreh se i kanë paditur kompanitë që shkelën kontratat me ministrinë. Ajo madje e quajti procesin si tendenciaz. Prokuroria shkeli ligjin, siç e kam theksuar edhe më herët, përkundër që ne i kemi pasur dhe jemi në proces gjyqësor me operatorët ekonomik të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre dhe është proces i hapur gjyqësor pra me këta operator. Tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se gjykata ka quar mesazh negativ me mbylljen e seancës. Ky vendim i sodit është një sinjal negativ nga gjykata se rrezikon ky rast që të prishet deri në fund. Sipas Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, thjesht ekzistimi i materiali konfidencial në një rast të caktuar penal nuk është bazë mjaftueshme për mbylljen e një rasti. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë është stadi procedural, që jemi në një fazë fillestare që sot thjesht ka pasur që të lexohet akt akuza, nuk ka pasur që të bëhet asgjë tjetër, as të prezantohen prova dhe asgjë tjetër. Në bazë të ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ndalohet klasifikimi i informacionit i cili fsheh shkeljet e ligjit, keqpërdorimin e autoritetit, mos efikasitetin apo gabimin administrativ. Në akt akuzën e prokurorisë speciale thuhet se ligji për rezervën shtetërore parasheh që furnizimi me mall për qëllime të rezervës shtetërore bëhet përmes procedurës së hapur të prokurimit, ndërsa të akuzuarit e bën këtë me procedurë të mbyllur.